ku ai thotë kështu që e meritoje sepse ti i the që unë do jem lubia për ju dhe ata ta dhanë atë që meritoje. Në fakt, sipas me ishte duke dhënë një leksion që imazhi, simbolika e imazhit, sjellja, gestikulacioni në momente kur grupi ka këtë ose atë problem, duhet jetë një tjetër lloj se ti nuk je mirë në këto shkenca pak a shumë. Në fakt, kjo është real politika. Kjo është një fabull që ka qarkulluar edhe në për portale, pra ideja që këtu ka patur një lloj, po themi, gëzimi apo kënaqësie që të një pjesë kundër një pjesë. Që Balluku ishte, po them, në një pozitë vështirë për t'u larguar edhe pastaj për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese që buroi në fakt nga vendimi i gjykatës posaçme, se këtë duhet ta theksojmë. Dhe Berisha nuk është se bëri ndonjë zbulim të madh. Në fundit ajo që kishte thënë Rama më përpara, që ju e përmendët, lidhur me atë shën edhe Ministrinë e Jashtme, pak a shumë ishte një paralajmërim. I hapur. Dhe ajo që tha Berisha për Elisën nuk është se është merit e tij në kuptimin fillestar të fjalës. Ajo, Berisha thotë është merit e jote në fakt, i thotë Elisës, që shkove këtu, as e imja s'është. Dje kam qenë në një studio tjetër dhe kam thënë që ne shqiptarët, edhe si individ, po si shoqëri, jemi shumë të aftë për të bërë vetë gjyqësi, po jo për të bërë gjyqin vetës. Në këtë kuptim e kam fjalën që secili, sidomos në atë sallë parlamenti, përpiqet që qyrkun e fajit ta gjejë gjithmonë diku tjetër dhe jo tek vetja. Ktu se kam fjalën për Elisën, por në përgjithësi për mentalitetin edhe stilin që dominon politikanët shqiptarë. Dhe vija aty duhet shkarkuar Elisa apo jo sipas teje? Në atë ambient, pra në atë lloj vendi i njëjti ku vend do bëhet gjithmonë. Se ti je i detyruar ti je personi par excellence që unë mund të ta bëj këtë pyetje dhe mund të më japësh këtë përgjigje. Nuk e bën të gjithë narrativën tonë nga pozitat e analistit, e bën nga ajo e politikanit. Me Partinë Socialiste, me mënyrën se si ti e ke ndërtuar rrugtimin duke qenë vetja, duke mos pranuar ndonjëherë duke riqen aty. Duhej shkarkuar Spiropali sipas teje apo jo? Nuk ka një arsye zyrtare që të çonte tek shkarkimi dhe unë, po të më pyesësh mua individualisht, unë nuk e di. Bile kam bërë një status, dhe kam thënë që deri tani nuk di ndonjë arsye serioze për shkarkimin e Spiropali, por pastaj jam marrë me çështjen e Ferit Hoxhës, sepse kam thënë kjo qasja e LSI-s për t'ia hedhur qyrkun e fajit të marrëveshjes së detit Ferit Hoxhës është aq qesharake sa që e nxjerr dhe Sali Berishën si një leshko, si kryeministër leshko që s'pas ka ditur gjë se çfarë është bërë me negociatat për marrëveshjen e detit. Domethënë ky ka qenë statusi im, pra që do të thotë tek interesi yt, nuk e di akoma. Domethënë megjithatë kemi dy lidhje që mund t'i bëjmë. Pra është ajo parathënia mbi gjykimin jo pozitiv për Ministrinë e Jashtme, e lëshuar nga Edi Rama, dhe pastaj ajo që tha ai sërish në mbledhjen e grupit kur tha anglisht folësit brenda nesh etj. Nuk e di a lidhen këto të, po themi, kjo e dyta. E para lidhet sigurisht. E para po, nuk e di a lidhet e dyta me anglisht folësit që me Elisën. Kështu që mbase ajo sot duhet ta shmangte atë që tha, mendoj unë. Shko, në një mbledhje që kemi bërë si Komisioni Hetimor për Shëndetësinë, zonja Vokshi, në një moment që përplasej me mua, tha, kot përpiqesh Petro, tha, se s'do jesh më në listat e ardhshme për deputet. Në fakt, unë vendimin e mora vetë, në të pakën 90% të përcaktimit. Por Elisa mund ta shmangte këtë gjë. Mund ta shmangte emocionin e sotëm. Se ta shmangte, ç'a tha? Ç'a tha shkreta, ja se di pse e ka ikur. Edhe po ka fol në ambasada, ka fol e pyetur me si është çështja. Ajo është prokurori, ç'a të bëj, të mbroj një që është prokurori? Jo, problemi është... Supozojmë se kur, që unë mendoj se ajo ka ikur si dëm kolateral, më. E thënë... Elisa ka ikur dëm kolateral i... Krijon një nënkuptim tjetër, duket sikur është dhe Berisha pjesë e... Pra ta shmangte, jo vetëm një moment, ta shmangte
për të shmangur pasojat e saj personale apo për dëmet që i bën Partia Socialiste? Për çfarë do të shmangte Petro? Po gjithsesi më për çdo gjë më po. Shiko, Për të gjitha. të ikësh nga ministër pas një periudhe të shkurtër, sigurisht që askush nuk mund të jetë i kënaqur, ose domthon të thuash që është e pa kënaqur nuk është ndonjë akuzë, është krejt normale, se është një gjë që domethënë nuk shkon shumë. Apo jo. Duket sikur brenda ka defekte të rënda e tjerë që ka sjell këtë lloj pasoje. Por problemi është ky që kur je brenda një karriere politike, nuk është ndonjë gjë më e madhe që të ikësh nga ministër. Unë kam ikur nga ministër për disa tituj te gazeta Koha Jon, që unë e di se kush i, po themi, nga brenda. Nga brenda jushit. Dakor, po ishte grupi Meta në atë kohë. Po mirë, po çu nxika, gjithmonë ka grupe. Nikolën që tha bo ç'kam bërë në momentin që unë thash jap dorëqen. Pra, e kam fjalën karriera politike është e gjatë. Elisa është në procesin e kësaj karriere dhe një familje duhet gjithmonë të tregojë qëndrueshmëri edhe me natyrë emocionale. Sidomos kur vjen nga pozita ministrit jashtëm, ministri jashtëm duhet të jetë ministri më gjakftot në një qeveri, mendoj unë. A mund të bëj vetëm një ndërhyrje të vogël, Grida, sepse kam dëgjuar shpesh të thuhet dhe të pretendohet se pati një paralajmërim për ministrinë e jashtme që në mbledhjen e grupit në fillim viti që ne bëm. Në fakt, nuk është e vërtet. Unë vetë jam pjesë e Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme dhe ajo çfarë ka referuar kryeministri është pikërisht fakti që shërbimi i jashtëm dhe i është referuar eksaktësisht ligjit për shërbimin e jashtëm, ka pasur problematikat e veta për shkak të mungesës së modernizimit dhe mungesës reale që ky aparat i gjithi ka pasur për të ndjekur tashmë këtë vrullin ton drejt Bashkimit Evropian. Ka folur për një institucion i cili patjetër ka rregullat dhe kriteret e veta, mirë po ato rregulla dhe kritere nuk i janë bashkuar modernizimit të Shqipërisë së politikës jashtme sot. Dhe nuk është referuar në asnjë moment ministrës apo dhe ish ministrave të tjerë. Përkundrazi e ka lavdëruar punën e ministrave duke thënë se janë të vetmit në fakt që e ndjekin në ritmin, ndërkohë që aparati mbështetës ka goxha boshllëqe që i vinë kush? Administrata e Ministrinë e Jashtme apo shërbimi i jashtëm konkretisht, duke mos folur për emra specifik, po themi të diplomatëve, por mënyrën se si që kur ata përzgjidhen, kriteret e qëndrimit, ndoshta dhe kriteret që ata kanë pastaj për vazhdimsinë e rrugës tyre, apo dhe të një kontrolli që mungonte deri në një pikë përpara se ne t'i bënim fakt disa ndryshime shumë rrënjësore ligjit për shërbimin e jashtëm, do të ketë një akademi të diplomacisë që do të funksionojë shumë shpejt, do të ritestohen. U bëri këtë ligjin ajo dhe prapë e hoqi pastaj. Nuk lidhet personalisht me kolegin Spiropali,